Ju e dini këtë traditën e zakonin tonë, vazhdojnë edhe pak pas vdekjes, sepse shumë njerëz e lënë amanet që arkivolin të ambulojnë me flamur kombëtar shqiptar. Pra, patriotizmi është punë e përditshme pa pushim dhe në këtë frymë është e domosdoshme që brezi i ardhshëm pas neve t'jenë më patriota se ne. Pra, nuk duhet që patriotizmi jonë i paqes ose i luftës, i rezistencës e i qëndresës, i zhvillimit e i përparimit, të jetë tavan për patriotizmin e brezit arshëm, por të jetë dysheme për patriotizmin e brezit arshëm, ku ata do të mund shkojnë më lartë se ne, po kurse si më poshtë se ne. E sot, ju e dini dashur qytetar, pjesëmarrës të këtij tubimi, që patriotizmi ne në Kosovë, si qytetar e si shoqëri, si zyrtar e si shtet, duhet ta dëshmojmë në radhë parë me fqinjen ton verior agresiv, që i ka kryer 4 gjenocide mbi popullin ton, që ky vitit 1998-99 është veç Imrami, janë edhe 3 para këtij për 150 vjet. Gjenocidi i parë është rrotull paqe Shën Stefanit edhe Kongresit Berlinit 1875-1880. Gjenocidi i dytë është në luftrat ballkanike në fillim shekullit kaluar. Gjenocidi i tretë është në mes të shekullit kaluar, atëherë kur u çliruam nga nazifashizmi, por filluan pushkatimet e shqiptarëve, masakrat nga forcat serbo-jugoslave deri te masakra e Tivorit. Dhe gjenocidi i katërt është ky i vitit 1998-1999. Në Serbi do të vi një ditë, një qeveri që i pranon këto 4 gjenocide, që e pranon Republikën e Pavarësinë e Kosovës dhe vetëm pastaj do të mund të kemi mirëbesim të vërtet, paqe të qëndrueshme dhe pajtim afatgjatë. E tash, pikrisht nga kjo situatë në të cilën ndodhemi ne, ku fqinji ynë verior, edhe i mohon krimit që i ka kryer, edhe s'na e njeh ekzistencën si shtet, ajo çfarë ka bërë qeveria jonë qysh në fillim? Ka ndaluar zgjedhjet dhe referendumet e Serbisë në territorin e Kosovës. A e dini të nderuar pjesëmarrës ti tubimi, sa pol zgjedhje i ka mojt Serbia mas luftës në Kosovë dresa s'ka ardhur qeveria jo? A e dini kush? 31 pol zgjedhje i ka mojt Serbia mas luftës në Kosovë dresa s'ka ardhur qeveria jo? E prej këtyre 31 pol zgjedhjeve që i kanë majt ata drejt s'ka ardhur qeveria jonë, 8 prej tyne kanë qenë në Kosovën e pavarur. 3 referendume i ka majt Serbia në territorin e Kosovës, që nga çlirimi i vendit tonë, prej të cilave 2 para shpalljes pavarësisë e 1 mas shpalljes pavarësisë. Prej vitit 2021, e këtej 0 zgjedhje të Serbisë dhe 0 referendume të Serbisë në territorin e Republikës Kosovës.